Me të thënë të drejtën, kjo gjendje e krijuar prej lëvizjes së vendosje as nuk ka hije demokracisë, por as shtetëndërtimit, mbi të gjitha tregon që tendenca për një pushtet një partijak në Kosovë tash është shpërfaq edhe në këto orë të vona të natës. Ashtu siç ishte edhe në vitin e kaluar, që jemi mundu këtu bashkë me ju edhe gjithë ata që kanë dashur na ndëgju që bllokada institucionale e ka një emër dhe ka një subjekt politik që fatkeqësisht për dikon fatmirësisht është subjekti i parë, edhe sot seanca thirret në 8:20 për në orën 8 të mbrëmjes. Dhe tash paramendoni edhe në aspektin legal, edhe përmbajtësor, edhe të orës, por edhe të rregullores së punës së kuvendit. Kërkesa për ndryshime është e vëndshme. Këto ndryshime të cilat kanë kaluar edhe në filtrat e gjykatës kushtetuese e ka një kohë gjatë, janë amandamente demokratike, kanë qenë mirë të studiuara në atë kohë, në rrethana të zgjedhjes së presidentit së asaj kohe, edhe në kuptimin e marrjes së mandatit, edhe ndërprerjes së mandatit apo plotnisë së mandatit, por edhe të reformës zgjedhore dhe kushtetuese që ka qenë në Republikën e Kosovës. Ndërsa mënyra se si është proceduar në afatet e fundit kushtetuese që është përzgjedhjen e presidentit të vendit, edhe e thash fillim e dëmton edhe demokracinë, po nuk i jap vlerë edhe zgjidhjes që ne ta kemi presidentin e ri të Republikës së Kosovës.